Nëse i referohemi protestave të shkuara, të paktën përsa i përket rrethimit metalik që është përdorur nga ana e policisë nëpër institucionet kryesore, përfshirë këtu kryeministrinë, por edhe institucionin ku ne ndodhemi aktualisht, Parlamentin e Shqipërisë, janë të njëjtat. Pra janë marrë sërish, është rrethuar pjesa e jashtme e kuvendit të Shqipërisë me një gardh metalik, ndërkohë që në ambientet e brendshme, apo le të themi brenda murit rrethues të Parlamentit të Shqipërisë, janë alokuar forcat të policisë, forcave të Shqiponja, policia e rendit, por edhe forcat operacionales, të cilat siç edhe në protestat e tjera kanë qenë të alokuara, por ndryshe nga herët e tjera, kjo për shkak të rreshjeve të shiut, aktualisht nuk janë të vendosura dhe le të themi nuk është krijuar ende kordonin nga ana e forcave të policisë në pjesën e jashtme të Parlamentit të Shqipërisë. Aktualisht forcat e policisë vijojnë të jenë në pjesën e brendshme të kuvendit, ku krahas forcave është vendosur edhe autoboti i ujit, por edhe një automjete zjarr fikse, por dhe fikse zjarri, të cilat aktualisht janë vendosur edhe në pjesën e jashtme të kuvendit të Shqipërisë apo të Parlamentit. Pra jashtë pjesës apo murit të rrethues janë disa fikse zjarri që kanë qenë edhe në protestat e mëparshme të opozitës, por që vlen të theksohet që Parlamenti i Shqipërisë ka qenë deri diku i paprekshëm, një farforme të paktën referuar këtu dy protestave të fundit. Kjo për shkak të masave të marrën nga ana e policisë. Mbetet për të parë nëse do të jetë edhe në këtë le të themi protest i paprekshëm apo jo. Po, Bekim, ndjes me që jetë tek godina e seancës parlamentit, janë marrë masa nga policia në zonën e Urës, rrugës Elbasanit, për mos të lejuar ndoshta hyrjen e protestuesve drejt selis ose drejt godinës parlamentit. Ka masa i shikon dot prej aty? Aktualisht nuk ka masa, kjo për shkak se jemi ende herët nga nisja e protestës dhe në mosaktë dhe nga nisja e marshimit, pasi siç e kemi theksuar, pritet të jetë një protest marshim dhe kësaj vijon ende qarkullimi i automjeteve, por vlen të theksohet që krahas kësaj janë marrë paraprakisht, le të themi, apo janë bërë të gjitha planet nga ana e forcave të policisë dhe është parashikuar bllokimi le të themi dy hyrjeve që të sjellin tek kuvendi, si ajo e Urës së Tabakëve, por edhe kryqëzimi pranë xhamisë Namazxhas, duke le themi paralizuar kësaj protestën dhe duke u hequr mundësinë protestuesve për të afruar apo për të krijuar incidente apo përplasje të mundshme me policinë dhe një tentativë për të hyrë në ambientet e parlamentit. Pavarësisht kësaj, vlen të theksohet që për shkak të rreshjeve të shiut, forcat e policisë, siç mund të shihni edhe aktualisht, janë në lëvizje dhe një pjesë e tyre janë të alokuar në pjesën e brendshme të parlamentit për shkak të rreshjeve.